Në mendimin e tij, diskutimi mbi ideologjinë shqiptare ishte njësoj i rëndësishëm sa edhe polemika rreth politikave të SBA-ve. Përmes publicistikës shpalosi vizionin për një Shqipëri perëndimore duke kontekstualizuar me shoqërinë e kohës. Më 19 gusht 1966 dëroi jetë Tajar Zavalani, një prej veprimtarëve më aktiv në periudhën midis dy luftrave botërore. Ishte antar i Shoqërisë Bashkimi dhe mori pjesë në Revolucionin Demokratik të Qershorit, duke u detyruar të emigronte drejt Romës pas dështimit të tij. Në Shqipërinë e paraçlirimit do të angazhohej si gazetar i kulturës dhe i politikës, sektor ku përmes trajtimit të problematikave shqetësuese ndiqte një kurs të pandryshueshëm, përballja me të sotmen për një të nesërme më të mirë. Më pas u zhvendos në Londër, ku punoi në seksionin e gjuhës shqipe të BBC-s. Veprat e tij më të rëndësishme ishin Histori e Shqipnisë dhe Ditari, që përcjell thirrje të Mërgatës për një Shqipëri të bashkuar.